Të dashur shqiptar, jam shumë i emocionuar sepse sot mora vesh që banorët kanë vendosur që të heqin rrethimin në Kakom. Nuk është ky problemi. Problemi është vetë toponimi Kakom. Është nga greqishtja dhe fjalë për fjalë do të thotë e keqe e madhe. Ata ju kanë vënë fisëve ilire fjalë shumë të pista. Për shembull, emri Drinit është shkurtim i fjalës ilire greke drilon, që do thot organ mashkullor. Pra ne jemi Republika e Drilonit, këtë mora vesh unë, që ilirët ishin grek. Dhe udhëheci i ilirëve, mbreti i tyre, që është Agenthios, nga dialekti i Korinthit. Teuta në greqisht është tefta sot. Dhe monedhat që ata printonin, shtypnin, ishin që të gjitha në greqisht. Të gjitha fiset ilire ishin fise koloniste greke. Ilirët quheshin Ylliroi dhe vinë nga Thiva e sotme ose Teba. Ishin fise gjysëm fenikase, gjysëm greke të përzira bashk. Dhe ata krijuan pikërisht alfabetin e parë, greko-ilirët, në bashkëpunim me fenikasit që ishin fise semite. Dhe kolonia e parë fenikase është në Sarand, Foinikion. Dhe janë dhe monedhat dhe vullat e qytetit në greqisht. Kakom do thot e keqe e madhe, njerëz të këqinj. Të dashur shqiptar, që të meri. Tani, kjo është në fjalën shqipe e keqe, kakos. Është huazim nga greqishtja e lashtë. Më thënë fjalët që në duken ilire të bukura janë shkurtimet fjalëve dyrokshë me mbaresat në greqisht në gjuhën ilire. Pra ilirët ishin grek. Kakos. Dhe Kakom është pikërisht e keq e madhe nga mbiemri Kakos, i keq. Norbert Jokli mendonte që kjo fjalë ishte me origjinë ilire, nga pjesa K, sipas Joklit, dhe Akos, e dhimbshme, K Akos, kështu mendonte Jokli. Jokli donte të na bënte qefin që jemi bijtë e ilirëve. Pse e bëri Jokli këtë? Po sepse nuk do krijosh të shteti shqiptar për ndryshe. Pra, përfundimisht, të dashur shqiptar, Kakom do thotë e keqe e madhe, nga Kakos. Përpara se sa të hiqni rrethimin e këtyre vendeve të bukura turistike, do të keni parasysh që në kanalin Top Channel, që është i sponsorizuar nga grekët, thuhet që banorët e Nartës nuk janë shqiptar, janë grek. Banorët e Zvërnecit janë vlle dhe ai që ka ligjëruar aty në këtë kanal është një ish prift. Është bërë moderator. Dhe ai u thot shqiptarëve që ju nuk ekzistoni. Në fakt nuk ekziston akademia jonë. Unë jam i vetmi shqiptar që ju them juve të vërtetën. I vetmi dhe prandaj kam ikur dhe nga Shqipëria, nga që njerëzit nuk duan të dëgjojnë të vërtetën. Dhe jam shumë i trishtuar, por nuk ka gjë. Unë e bëra time. Unë i thash shqiptarëve se si është e vërteta dhe Kakom do thot e keqe e madhe, nga Kakos. Dhe sa po ndodhi një aksident automobilistik, sepse një bjonde shumë e bukur po jep të makinës dhe nuk e pa tramvajin që po afrohej. Edhe ne nuk po e shikojmë atë trenin që nuk po na merr dot në Europë. Nuk na merr në Europë sepse Greqia i ka bindur të gjitha universitetet e Europës që toka ilire është koloni greke, me gjithë Shqipëria, Dardania, janë që të gjitha koloni të lashta greke. Është turp shumë i madh. Më bëhet zemra cop. Pra, është e kot të heqim rrethimin e Nartës, Riollit, të Kakomës me këto emra grek. Ne do të heqim në fillim emrin Kakom, që është në gjuhën shqipe e keqe. Huazim nga greqishtja e lashtë. Dhe grekët pra ishin ilirët e veriut, turp shumë i madh. Këtë kam zbuluar unë, rastësisht, në vitin 2020. Dhe duhet të vinë në Tiranë, jo për të bërë karrierë politike, po për t'ju shpëtuar juve, për t'ju thënë të vërtetën siç është. Është kaq e tmerrshme kjo që ka ndodhur, si ka ndodhur as zezakëve të Afrikës. O Zot, studentët e mia, lunë me dia kokës. Gjithsesi,
i shkreti unë. Më kaloj jeta në sugjinim të plot. Po t'isha në Tiranë do bëja gjëra shumë të bukura për ju. Nuk dua as karrierë politike, as akademike, dua vetëm që të dal, po në cilin televizion? Unë kam televizionin tim, Albanian Dictionary. E kam fjalori shqiptar. Po shqiptarët nuk duan të vërtetën, nuk i shikojnë filmat që kam për unë. Po pres për reagimin tuaj, po më duket se është e kotë. Hiqni fjalën kakom, do të thotë e keqe e madhe.